A e dini çfarë po rrezikoni duke marrë një ilaç dobësimi? Ozempic, i miratuar vetëm për trajtimin e diabetit tip 2, është kthyer nga një ilaç jetik për pacientët diabetik në një trend të rrezikshëm dobësimi, i nxitur nga VIP-at e Hollywoodit, influencerat dhe rrjetet sociale. Ai po përdoret masivisht si një zgjidhje e shpejtë për humbje në peshë. Në Shqipëri, Ozempic blihet lehtësisht pa recetë, madje edhe online, me një kosto të konsiderueshme, ndërsa diabetikët përballen me mungesat të tij në farmaci. Mjekët paralajmërojnë se ilaçi nuk ka miratim për luftimin ndaj obezitetit dhe përdorim pa mbikëqyrje mund të shkaktojnë në të ardhmen efekte anësore si tumore të tiroides, probleme në shikim, probleme të veshkave, reaksione alergjike, probleme të tëmthit e të tjerë. Studimet kanë treguar se pas ndërprerjes, në një periudhë të shkurtër, pesha më pashme rikthehet, duke kthyer këtë trend në një rrezik serioz për shëndetin publik.